Ky podcast është prodhim I Onovos. E ftuara kësaj radhe është Alisa Prifti, instruktore yoga dhe pilates, dhe mbi të gjitha nën e 3 fëmijëve, 2 binjakeve të sapo lindura. Alisa vjen sot për të na rrëfyer historinë e jetës së saj, por edhe këtë pjesën që është shumë e rëndësishme, postpartum, se si mund ta kalojmë sa më lehtë ato lëvizjet e jogës dhe pilates, sa na ndihmojnë neve për të arritur të kemi një jetë deri diku jo aq të lodhshme me fëmijë të vegjël, dhe shumë detaje nga jeta në lidhje me faktin e pilates dhe jogës. Vjen për sot Alisa Prifti. Në fakt, do të bëja edhe një hyrje pak më ndryshe. Sot do mundoheni pak për të kuptuar një shqipe të pastër, por unë do të jem këtu për të ndihmuar. Alisa këtu e ka bukurinë në fakt, sepse arrin të flasë të dyja gjuhët, nga që ka jetuar në Amerikë dhe ka lindur në Amerikë, dhe shqipen sigurisht ajo e përvetëson shumë mirë, por anglishtja dominon. S'kemi ç'të bëjmë. Alisa, përshëndetje. Përshëndetje Santa. Si je? Mirë, faleminderit për ftesën. Një herë fillimisht, so bëmi çiko pa u parë. Unë të bashkë kemi ndarë në momentet që ti ishe shtatzan me 2 binjaket. Sot janë? 6 muaj është tani goca. Kanë kaluar 6 muaj. Po. Si e ke përballuar ti gjithë ngarkesë, sepse nuk është se janë vetëm 2 binjaket, ka edhe një fëmijë të vogël, një djalë 2 vjeçar. Po, kam 3 under 2 në 2 vjeçët, po. Me thënë drejtën, patjetër që ka qenë e vështirë, është një ndryshim shumë I madh, se nga 1 në 3 është a blessing, pra është një gjë shumë e mirë, por me vështirësitë e veta normalisht. Pa bashkëshortin, domethënë të dy as a team nuk mendoj që doja dilnim dot. Alisa, ti në fakt e thamë që nuk është se ke lindur në Shqipëri, mund na tregosh pak për shkollimin tënd ende, rritjen edhe formsimin tënd në pjesën e jogës dhe pilates. Ka qenë familja që ka ndikuar apo të erdhi natyrshëm? Patjetër. Unë lindë rritur në Florida, Jacksonville, Florida, dhe këtu në Shqipëri kam 10 vite. Babi ka ikur në 89, është arratisur andej, sa I ka pas qenë profesor gjimnastike të sportet, por dhe gjimnast patjetër, dhe pastaj iku andej, edhe pastaj vazhdoi jeta normalisht me vllajën lindëm andej. Babi ka qenë një nga të parët në Shqipëri që ka praktikuar yoga. Yoga që atëre? Po, që atëre, domethënë që ka qenë ndaluar praktike të tilla dhe shumë praktika të tjera. Dhe duke qenë një pjesë e familjes nga babi kryesisht dhe mami praktikonte, unë dhe vllai u ritëm me këtë frym. Shikonin babi nuk e bërë yoga të shtëpia, gjithmonë pas pune, mbaronte, kishte si disiplinë të gjanë. Dhe ne normalisht u ritëm me atë, por përveç kësaj ne kemi dhe një qendër gjimnastike aty, ku ne përveç pasionit, ne pra kemi mësuar të tjerë, por dhe të dy ne, unë dhe vllai, kemi qenë pra gymnast, professional gymnast, që bënim gara apo competitions në Amerikë. Në Amerikë, po. Për shumë vite. Do me thënë, gjithë familja pothuajse merret me pjesën e pilates, që nga babai që ti e ke marrë. Gjimnastik dhe gjimnastik, yoga, pastaj Pilates ka ardhur, domethënë. Për çfarë ke studiuar? Unë kam 2, le të themi, studime, Political Science and International Relations që kam mbaruar, por në Amerikë mi bërë disa trajnime dhe certifications në USA Gymnastics, pra që është fokus I gjimnastika, yoga, pilates, por edhe movement në vetvete. Lëvizja në vetvete. Po. Ti punon në Shqipëri? Punoj. Punon. Ku? Punoj. Mund ta di? Po, përveç studios jam edhe në një si tip organizat gjermane këtu në Shqipëri, fokusuar te diaspora. Pra shqiptarët që janë jashtë Shqipërisë, kryesisht në Gjermani, ndihmoj me pjesën e rikthimit për në Shqipëri, për ata që kanë interes dhe janë të kualifikuar. Dhe pse u ktheve? Edhe Amerikën. Është pyetja që ma bëjnë të gjithë dhe kam dëgjuar miliona herë. Edhe si ta bëjnë të gjithë? Mendoj që është ndryshe kur shkon një njeri diku I formuar të mosha 18 vjeçare për të ndjekur një studim apo master, dhe ndryshe është kur linde ndeja. Patjetër që po. Me thënë të drejtën, ne vinim çdo verë si familje në Shqipëri. Vinim për vizitë, kalojmë muaj të verës këtu në Shqipëri, edhe unë nuk ka pas pëlqyer gjithmonë. Patjetër që shumë ndryshe kur ti jeton diku dhe kur vjen me pushime. Por mendova që një moment unë dua të vi ta njoh kulturën, të njoh njerëzit e mi, pra extended family, dhe e bëra atë hapin e parë. Pastaj ke parasysh, kalojnë vitet, gjen punën, takon dikë, bën fëmijë, jeta vazhdon.
Edhe nga një vit u bë 10 vite tani në Shqipëri. 10 vite Po, që ti je që jam stabilizuar, këtu, dhe si po. të duket jeta në Shqipërinë krahasim me atë në Amerikë? Është goxha ndryshe, me thënë të drejtën. Njerëzit patjetër, mendimet, kultura, por mendoj që prindrit kanë bërë një gjë shumë të mirë me mua dhe vllajin, që kultura nuk është se e kemi humbur, pra edhe gjuhën shqipe. Ne kemi mësuar shqip që më shumë të vogël, pothuajse kemi lindur me gjuhën shqipe. Flisit shqip në shtëpi, Se besoj. flisim në shtëpi shqip, domethënë, dhe kur erdha këtu e kisha më të thjesht, patjetër cop i çik shqipja, por me përmirësim, domethënë ja dolëm. Kështu që siç e thash, nga një i kanë 10 vite, por ndërkohë kam hapur studion, kemi bërë disa projekte të ndryshme dhe e ndjejmë ndryshimin patjetër, por sepse ne kemi si familje rutinën e tillë që jemi shumë bashkë të ngushtë apo lëvizimi të lidhur dhe nuk është se na ndikon shumë kjo bota jashtme. Është gjëja më e mirë. Dhe gjëja më e mirë është që dëgjoj që njerëz që kanë lindur, studiuar, rritur aty në një mentalitet ndryshe nga Shqipëria, gjejnë forcën dhe kthehen, dhe dashurinë e madhe për vendin e tyre. Tash unë vetëm me pushime kam ardhur, por ishte kjo hapi i parë që thjesht doja ta provoja. Nëse nuk do funksiononte për 1-2 arsye, I could always go back, mund të rikthehesha. Dhe kjo pastaj më e thjeshtë. Çfarë të bëri përshtypje kur u ktheve? Domethënë, kur erdha në Shqipëri në fillim, do thoja njerëzit, mentaliteti, çfarë bënin, shifja kafet plot, diçka që unë nuk kisha mësuar, se unë kam qenë gjithkohës nga shkolla, tek palestra jonë, te qendra jonë, domethënë, gjithmonë ka qenë një ritëm jetese shumë e shpejtë, por ne e donim të tillë, pra të bëjmë diçka që ja vlen. Këtu ndërkohë mbase edhe ja vlen për njerëzit, por në kafe, pak më slow jeta, dhe mendimet shumë gjykues, me thënë të drejtën. E ke ndjerë këtë E kam ndjerë, që nga pyetja që më the, për shembull, pse ke ardhur, shumica mendojnë që kur vjen dikë, ka pas një problem andej. Por nuk funksionon, pra patjetër duhet të ketë pasur një hall, një diçka, por nuk është ashtu për të gjithë. Edhe pastaj gjykojnë, bëjnë historinë e vet, etj. E din ata më mirë se sa unë. Po, e vërtet. Ndalemi tani te pjesa e pilatesit dhe jogës. Ti vetë ku e shikon më shumë veten? Ne shohim dhe ato videot e tua me atë shkopin magjik, mund të them. The pole, po. Me thënë të drejtën, unë jam tek pjesa e lëvizjes, pra movement in general. Patjetër yoga unë jam rritur, kam studiuar dhe kam vazhduar. Por lëvizja në vetvete është ajo që ne na ndihmon shpirtërisht dhe fizikisht. Pra është mind, body and soul, që e dim të gjithë si shprehje. Por ta praktikosh pastaj është gjë tjetër. Një person mund ta bëj përmjet jogës, pilates. Por ndryshimi është që yoga ka aspektin spiritual. Domethënë, nëse ti e bën tamam dhe lidhesh vërtet me veten tënde, me shpirtin patjetër, të gjithën do i çiko, por you can get there. Pastaj pilates është pak më fokusuar tek postura, te lëvizjet, por prapë nëse ti e bën diçka për një arsye, mund ta arrish me atë. Kur e hape studion atëherë në Shqipëri? Në Shqipëri? Po, atëherë, unë që kam ardhur në Shqipëri, unë kam vazhduar që le të themi muajt e para, te ambienti kushirit tim në blog. Pastaj, domethënë kam rritur klientelën, me ambasadat vazhdimisht kemi pas klientel dhe TIS, është China International School. Pra unë kam filluar që ku kam ardhur me këto njerëz, domethënë. Pastaj studio fizike në vetvete që kemi rregulluar dhe pjesën brenda, është pak a shumë 2 vite tani. Dhe besoj se vazhdojnë të vinë klientë. Po, patjetër. Ne kemi çik ndryshe, me thënë të drejtën, studio nga të tjerët në Tiranë, pasi është vetëm një studio private, ku sesionet bëhen one-on-one ose në small groups, pra grupe të vogla 2-3 veta, që krijon ju dhe vini tek ne për disa disiplinë që ne mësojmë aty te studio. Por kemi dhe workshops dhe retreats që në fakt kemi një nga të parat që kemi bërë në Shqipëri, fokusuar tek divine feminine, tek femrat në vetvete. Dhe fokusi nuk është vetëm në pjesa fizike, por te shpirti jot dhe te mendja. Se këtu fillon e gjitha. Janë kryesisht ti e përmendë që janë një pjesë nga ambasadat që vinë, por ka dhe shqiptarë tashmë? Po, kanë filluar dhe shqiptarët patjetër, por kryesisht janë persona që nuk është se duan të duken shumë, duan privatësinë e vet dhe kanë një lloj disiplinë. Pra, dhe ne munduam ta bëjmë këtë lloj studio sepse ne patjetër
duam që dhe personi, nëse nuk e ka, ta kryej disiplinën. Por ai që e ka, atëherë është i sigurt që do vazhdojnë në vazhdim. Pra nuk është se jemi një studio që mund të them vjen, bën 2-3 foto edhe mbaron për një muaj apo 2 seanca. Ne mundohemi të rrojmë atë që jemi ne. Shumë bukur. Dgjoj, kam bërë në fakt të gjitha vajzat e pilates në përgjithësi e përmendë që kryesisht punohet për posturën. Në krahasim me ato që merren me palestër, kanë një trup shumë elegant se sa ato që merren me palestër. Ta bën vetë pilates apo janë vajzat apo gratë që shkojnë dhe që vërtet ta rafinon trupin e ato vija? Pilates patjetër që e bën këtë, por edhe palestra me instruktorin e duhur mund ta bëj këtë. Unë për shembull jo më pak sa para ca orësh që një klient që ka disa vite, 10 vite që bën palestër, por posturën nuk e ka të mirë, me thënë të drejtën. Dhe ideja është që varet shumë nga personi që të drejton. Pilates patjetër ka një lloj zjatje, pra ne e quajmë Duke sigur zjatesh, po, e quajmë lean muscle në anglisht, sepse jo se ndryshon muskli, por thjesht the muscle is itself, pra nuk është se je bulky, po je lean. Dhe pilates me ushtrimit apo dhe yoga, se shumë nuk e konsiderojnë jogën për building muscle, thjesht mendojnë për pjesën e po, nuk është vetëm kështu. Nuk është vetëm kështu. Ata që e dinë është shumë sa vetëm ajo. Por pilates këtë bën, domethënë në varësi të çfarë ushtrimesh bën, fokusi është tek postura, te qëndrimi dhe te building lean muscle, pa not very bulky muscles. Por në palestër me instruktorin apo instruktorin e duhur, mund të arrihet kjo, thjesht duhet drejtimin e duhur, mos ta harrojmë të bëjmë lëvizje për posturën, ndërmjet nuk e di sets apo lëvizje të tjera që bëjmë. Meqense jemi te pjesa e stërvitjes, sa rëndësishme është edhe marrja e suplementeve dhe vitaminave në këtë pjesë? Unë do flas nga my own experience. Unë nuk jam një person që beson shumë tek proteinat shtesë, me thënë të drejtën. Dua sa më shumë bio, aq më mirë, në kuptimin që protein duhet i ha nga ushqimet në vetvete. Njerëzit që i marrin është okay, nuk ka asnjë problem, por në lidhje me vitaminat patjetër që po, especially mos pas postpartum që duhet të marrim. Domethënë që janë këto prenatal vitamins që merren, collagen nëse rekomandon mjeku për rënien e flokës, edhe vitaminat C. Ne jemi në shtëpinë e duhur, këtu te Onovo e kemi edhe për rënien e flokëve, është perfekt. Pa Daily Super Hair, që është fantastik me thënë drejtën. Ti besoj se nuk e ke kaluar vështirë, apo ke patur vështirësi. Tani që je nënë e dy fëmijëve ndryshe, por tek i pari. Me thënë të drejtën, me djalin nuk kam kaluar postpartum depression. Dhe as tek gocat, domethënë, të shazania. Te lindja e dytë. Po, mendoj që këtu në Shqipëri, por edhe në botë e kanë futur shumë këtë term postpartum depression. Ka ndryshim when you go under depression. Dhe ka shumë ndryshim kur ti je thjesht e lodhur, pra se je pa gjumë. Depression e vetvete, patjetër konsideron nuk ke fokus, je mërzitur, je e lodhur, je pa gjumë, mendon vetvrasje, energjia, por tani edhe pa gjumësia tregon, domethënë të jep pa fokus, pa energji, është normal, edhe mendoj që këtu shumë e konfuzojnë këtë. Dhe mjekët me dashje apo pa dashje është puna e tyre, mendojnë që direkt e çojnë tek postpartum depression. Për arsyet e veta. Dhe mendoj që femrat, sepse nuk janë në DNA, nuk janë të informuar, mendojnë që të gjithë patjetër duhet kalojnë postpartum depression. Mund të kalosh postpartum, pra lodhje patjetër, se normalisht çfarë pret pasi ti krijon një jetë, të flesh gjumë si gjithmonë, mos të bësh asnjë gjë. Prishet rutina. Pra rutina prishet patjetër, por mendoj që me forcën e mendjes, nëse punon për atë, mund t'ja dalësh. Dhe sinqerisht un kam shumë femra se un tek studio. Atë do thosha të vinë ty në studio? Po, prenatal shumë edhe postpartum. Kryesisht prenatal, sepse ajo është fokusi, domethënë që dhe un kam me femrat, sepse është jo stërvitja e tillë, por lëvizja e tillë që i ndihmon për frymarrjen, për gjatë lindjes e tjerë. Por shumë friksojnë për pjesën e postpartum pa shku aty akoma. Dhe mbushin mendjen vetes që do e kaloj, ndërkohë hold up one second. Domethënë mos fillot me mendimet negative, sepse pse që tani? Për çfarë? Dhe kam kuptuar shumë që kjo ekziston. Kjo është më shumë hiperbolizuar të themi gjithë situata? Mendoj që po, unë besoj që ekziston patjetër, sepse është scientifically proven. Por që çdo person e kalon, jo, që ngatarojnë termat lodhje, depression, no.
sepse edhe shumë femra harrojnë që kur ti do sjellësh një jetë, do kesh një fëmijë apo dy fëmijë, jeta do ndryshoj. Patjetër ti mbase do jesh më tight schedule, pra nuk do kesh aq shumë kohë për veten tënde, por nëse gjen ta them vetë nga eksperjenca ime me 3 dhe që nuk kemi patur shumë ndihmë, unë nuk, do të thënë, jo se dua të brag, por po flas realisht se kam lënë lëvizjen dhe stërvitjen, se mua më ka ndikuar shumë ndërisht kjo pjesa. Ti e stërvitur po thuaj se deri ditën e fundit? Deri ditën e fundit, po. Biles më është thënë me gocat, me djalin po deri në fundit, me gocat pastaj më është thënë që të bëj 2 javë bed rest, që mos të lëviz, bëra një ditë maksimum, jas një ditë, jo po. Se nuk ja dili ato, dhe më thënë, unë u futa shqyqër Zotit me shumë ndihmë, po dhe me vullnet në muajin e 9, që shumë rradhë me binjake bën këta. Por prapse për kujdes ishe bed rest, por kur kete një fëmijë që është 2 vjeç në shtëpi dhe je vetëm me djalin, domethënë në këtë rast, normalisht bashorti punon e tjerë, nuk e ke mundësinë të rishtrirë. You have to get up, do të lëvizësh, kështu që mendoj që gjithë mentally se si e stërvit veten në fund të ditës. Është çështje e mendore, është çështje çfarë mendimesh të vinë ty në atë moment që thuaj që unë s'do e kaloj infekt. Ose dhe ka një gjë që e vëre me gratë dhe gocat në Shqipëri, që e flasin vazhdimisht që kjo do ndodhi, po në fakt përvojat janë shumë unike. Janë, secila ka atë përvojën e saj, këtë eksperiencën, që e bën ndryshe nga tjetrat. Dhe jo ajo që mund të ndodhi ty, mund të ndodhi dhe mua. Kështu që është e bërë shumë mirë që e fole këtë pjesën e depresionit dhe lodhet që nuk janë e njëjta gjë. Janë shumë të ndryshme. Dhe mentalisht, domethënë, gjëja që ne duhet të bëjmë është pikërisht të fillojmë të flasim me mendjen se çfarë ndryshimi i madh vjen. Më ka ndodhur dhe mua, më ka ndodhur që nuk e kam kaluar postpartum, por ditë them që kur më sollën fëmijën aty nuk më duk aq i bukur ai momenti sa ç'kisha parë në filma. Është normale. Jo, me thënë të drejtën, nuk është se më duk aq i bukur, ndoshta se varet edhe nga lindja. Dhe ndryshe është pasaj kur ti shikon atë filmin dhe ta sjellin këtu dhe të duket vërtet kënaqësia, po secila ka përvojën e saj. Është vërtet, unë me të dyja shtatzanit, edhe pse kanë qenë singleton edhe me binjakët, prap kanë qenë ndryshe. Unë djalin kam lindur vetë. Biles kam qenë në shtëpinë Amerika aty, edhe atë ndjesinë që thuat unë e kam ndjer. Mbas edhe nga lindja vet, nuk e di. Me gocat kishin një erë shumë, nuk e di, distinctive, e doja shumë atë erën, por ajo ndjesia se unë e bëra operacion gocat nga që ishin 2 edhe nuk pata mundësi, dhe pse doja shumë, por nuk ishin njësoj si kur e vura djalin direkt në gji, se ishin e ndryshme pra, kjo është ideja. Edhe kjo është pra, domethënë, patjetër që ekziston, por varet si e stërvit veten dhe ka njerëz që nuk e kanë kaluar. Domethënë, dhe ka mënyra që ti mund të stërvitesh veten dhe të kuptosh disa gjëra, domethënë që mos arrish deri në atë pikë, mos të mbushesh me një vetes që do ta kaloj patjetër ose nuk ka. Lodhja gjë tjetër, nuk do kesh kohë, është normale. Por të paktën unë ta them vetë se është po flas vërtet nga shpirti sepse kam 3 dhe e di ndryshimin vet, por atë orën që mund dalësh për kafe, mbas është qetësia jote, por bëj diçka për veten tënde. Mos harxho kohë. Kur ktheve ti në rutinën tënde? Mbas lindjes? Me djalin mund të them, në pas 3 ditësh kam filluar të lëviz. Jo rutinën time, se unë gjithmonë bëj high intensity, por që kam filluar të lëviz ditën e 3, sepse aty me natural birth, brenda orës je në këmbë, domethënë, brenda 2 orës je në këmbë. Dhe pastaj kam filluar të dap mësim, shumë pak, 1 herë në javë, sa për të lëvizur trurin më shumë, 10 ditë, kur që në Amerikë. Po, pas 10 ditësh, që asnjë nuk e besonte dot. Por ishte mënyra ime për të kaluar lodhjen. Ishte zgjidhja jote deri diku. Zgjidhja ime 100%. Me gocat, me operacion të trija 2 ditë në spital, pastaj mbaj mend që me gjithë familjen, me bashortin, me të 3 bebat, bëm liçenin komplet, edhe me një shoqën tonë në fakt. Dhe e mbaj mend që ishte shumë e vështirë. Vërtet, mendova se I could do it, e bëra deri në fund, por e kam bërë shumë me pauze, sepse gjithë trupi se normalisht do të shkojnë në vend, se është operacion shumë i madh. Po, por dua të them që nuk kam qenë shtyr, pra kam lëvizur edhe kur nuk doja të lëvizja, edhe kur isha pa gjumë. Pastaj stërvitjen avash me kohën e vet, pra kam bërë shumë consistent 3 deri në 4 herë në javë, apo në shtëpi, apo te studio, apo në palestër në vetvete, por nuk e kam ndaluar. Pra kam bërë gjysore, po thash më mirë gjysore se sa asnjë gjë fare. Që jam këtu tani. Pra këtu janë mësime të vërteta. Patën ai gjysorshi që bebi mund të flerë gjumë. Po, kam bërë, mund të bësh diçka. 100%. Por ato goca që nuk e kanë këtë mundësi. Ato gra që sot janë nëna, por që nuk e kanë këtë mundësi për të ardhur deri në studio për të bërë pilates, çfarë lëvizjesh mund të na ndihmojnë? Ndoshta ne do të demonstrojmë më vonë disa gjëra të vogla që dhe mund të ndihmojnë.
Po, unë mund t'ju tërkoj pastaj disa lëvizje që janë për postpartum, shumë të thjeshta, mund t'i bëni në karike apo dhe ullur, po kryesisht fokusi do thoja pra lëvizje që janë safe dhe për natural birth dhe për operacion, domethënë. Dhe për ato që lindin në mënyrë të natyrshme dhe për ato që janë në operacion. Po, më falë se. S'ka problem. E tham që në fillim nuk ka problem, do të kujtoj. Unë do thoja ushtrime për posturën, se normalisht e para nga breastfeeding nëse jep ty automatically trupi të qëndron kështu dhe pastaj 1 muaj, 2 muaj nuk ka rëndësi sa të vazhdosh deri në 2 vjeç fëmia do mësoj trupi ashtu. Edhe janë disa ushtrime që janë për hapje të shpatullave. Pastaj kemi edhe disa ushtrime për pjesën e mesit, lower back, sepse normalisht nga pesha e shtatzanis ti direkt heq një pjesë të madhe, sepse pra fëmia është jashtë tani. Dhe kemi shumë dhimbje si femra, normalisht, edhe kemi dhe disa lëvizje që mund të bëjmë për shembull on the ground, disa minuta në ditë që të liron paktën pjesën e mesit përpas shtatzanis. Edhe frymarrja normalisht që duhet patjetër. Frymarrja. Më ndalen që të frymarrja në fakt, sepse pjesa e jogës e ka shumë. Po, frymarrja patjetër. Kryesisht unë do thoja shumë e rëndësishme për gjatë lindjes. Ta praktikosh sa më herët aq sa mundesh është më mirë, por të ndihmon sidomos nëse ti jep natural birth, pra lindje natyrale. Ta them vërtet nga përvoja që kam pasur, më kanë ndihmuar shumë, se unë e kam bërë pa epidural, e kam bërë natyrale komplet. Pa peridurial. Po, epidurial. Epidurial, më fal, pa epidurial. Po, edhe më kanë ndihmuar shumë, dhimbjet ekzistojnë patjetër, por thjesht është një mënyrë që frymarrja it channels, pra nuk di ta them në shqip, por të ndihmon që të liroj kontraksionet. Domethënë kjo të ndihmon patjetër dhe pastaj për pjesën e shtatzanis, domethënë për operacionin, mua aty po më kanë ndihmuar prap, sepse unë jam një person që ka shumë frikë operacionit, sado të vogla për të mëdhaja që janë. Dhe me gocat, a C-section, pra një operacion shumë e madhe, se nuk është aq e vogël, dhe pse bëhet shumë shpesh në Shqipëri, se femrat kanë frikë për arsye të ndryshëm lindje natyrale, është goxha operacion i madh. Dhe mu më kapi për herë të parë time ankthi, nuk kam pas ankth ndonjëherë. Më kapi aty ankthi edhe e vetmja gjë që më shqetësoi ishte frymarrja. Domethënë mundohet të thjesht dëgjoja frymarrjen se ti je zgjuar, në rastin tim isha zgjuar, ndija lëvizjet, domethënë të operacionit, po jo dhimbje. Por kjo më jepte atë anxiety, pra çfarë po ndodh, aktualisht është çdo gjë okay. Edhe mendoj që frymarrja më ka ndihmuar, por edhe duke i thënë vetes it's fine, breathe. Pra çdo person ka mënyrën e vet. Por frymarrja mendoj është kryesorja në lindje natyrale dhe operacion. Dhe pse unë vetë rekomandoj për të gjithë që e dëgjojnë këtë, nëse ke mundësinë dhe keni shtatzani të shëndetshëm, pa probleme, lindja natyrale është më e mira. Mendimi im, nëse ke lindje të shëndetshëm, shtatzani të shëndetshëm, sepse e them këtë sepse shumë klientë që unë kam, por edhe njerëz që unë dëgjoj, që janë vajza dhe të reja, pa patur asnjë problem zgjedhin operacionin. Që në Amerikë kjo nuk lejohet unless ti ke një emergjencë apo duhet patjetër, që patjetër pastaj është shumë mirë. Por nëse ti ke mundësinë për natyrale edhe operacion, të paktën nga përvoja ime që të dyja më kanë shkuar mirë, do thoya natyrale. Dhe mendoj që duhet informohen pak më shumë. Ktu nuk e di në Shqipëri ka dikë që mbase të informon për lindjet, pa llojt e lindjeve, mendoj që shumë e rëndësishme, sepse duke lexuar thjesht internet, apo që shumë njerëzit bëjnë tani open chat GPT, bëjmë pyetje dhe kemi shok të ngushtë chat GPT, nuk është njësoj. Mamia jonë aty të përgjigjet dhe të thotë që do të shoh. Exactly, domethënë që ta kuptosh një gjë më reale, do të ishte mirë të ketë dikë që të flasi për të dyja. Edhe pastaj çfarë tjetër më mirë. Çështja e informacioni jo vetëm për t'u dhënë, por edhe për t'u marrë. Sa të interesuar jemi dhe neve për të marrë. Se ne thash më shumë lidhemi me përvojat personale të një shoqe apo të një të afërme që kam dëgjuar, apo edhe me ChatGPT-n si e përmendë ti. Kështu që nuk është se vërtet dëgjojmë mjekun dhe vërtet ato që na thot ai janë të vlefshme, por ne zgjidhim të bëjmë ato që duam ne. Po ka dhe raste që kam dëgjuar shumë që mjeku pa patur asnjë problem, mamaja në këtë rast thot operacion se nuk ka mënyrë tjetër, pa patur asnjë problem. Për shembull, unë me gocat, me binjaket, i kam thënë mjekës doktoreshës time që shumë e mirë me thënë drejtën, me ato 1 milion pyetje që unë kam për sigurinë time, më ka duruar. Por i kam thënë që ditën operacionit, pra unë do shikoj nëse gocat janë kthyer dhe nëse janë kthyer,
Unë ta lej do doja të lindje natyrale. Po, dhe biles që nuk bëhet zakonisht, po datë të ditë ajo mi pa domethënë, dhe ishin të dyja fatkeqësisht nuk ishin me kokë, edhe bëra C-section, më bëra operacion. Pra dhe ti si person duhet të dish se do të jesh kërkues deri diku, po, jo thjesht okay. Kjo është tjetër gjë në fakt. Në lidhje me ushqimin, ti vetë sa kujdesshme ke qenë gjatë gjithë periudhës shazanis? Për të ardhur në formë kaq shpejt, se vërtet ushtrimet, yoga, lëvizja, siç ti thua, kam bërë punën e tyre, por pjesa ushqimit. Po, me thënë të drejtën, unë kam qenë e kujdesshme, po nuk ose kam daluar vete nëse kam pas në një craving, pra në një neps, të më thënë. Me djalin kam pas shumë neps dhe kam marrë shumë kile sa me gota, shturitërisht, po, shumë, dhe kam grënë çdo lloj gjëje, por prap nga eksperienca ime me gocat kam mësuar që nuk është nevojë të hash shumë, që t'ishe shëndetshme. Mund të hash edhe healthy food, gjatë shazanis, dhe prap fëmijët edhe ti merr çdo vitamin që duhet. Dhe me gocat me thënë ditën, mishin nuk e kam ngrënë dot, sepse mu përzinte shumë, dhe s'kam ngrënë fare mish, por i merja vitaminat, proteinat, nëpërmjet smoothies që unë bëja, dhe ajtë sa mundem jam kujdesur. Pra nuk është se kam daluar veten, por prap nuk është se kam tepruar duke ngrënë a lot of sweets, shumë ëmbëlsira. Pra, kam dashur diçka të ëmbël, haja ndonjë frut, ndonjë i çik çokoladë, edhe pastaj vazhdoja domethënë me atë ritëm. Dhe sa shpejt erdhe në formë? Sa kile more me vajzat? Unë vetë jam, s'po kujtoj tani nga matja e fundit, unë vetë normalja ime është 53-54. Me djalin shkova 85. Me djalin. It was a lot. Me gocat, nëse konvertoj, mund kem qenë tek ndoshta 69, diçka e tillë. Kam qenë vetëm bark. Vetëm bark, siç më ke parë dhe vetë. Kam parë dhe ti vetëm bark. Stërvitur pothuajse gjatë gjithë kohës. Po. Aktualisht rutina jote? Po. E thamë që në fakt kur je nën ndryshon gjithçka. Tani që je edhe nën e 3 fëmijëve. Ndryshon patjetër, por siç u thash, unë për momentin kam rifilluar tek studium dhe mund të qëmë në 5:30 mëngjesi, se me qonë djali... 5:30 të mëngjesi? Jo nga dëshira, po, 5:30, mind you, se do djali ushim. Do në ato orë? Që 6 të mëngjesit, po, kështu që në zion nga 5:30, bëjmë mëngjesin unë apo dhe bashkëshorti, bëjmë gati në kohë për djalin, dhe pastaj merremi me veten aq sa mundemi. Ndërkohë kam edhe klase që kam rifilluar te studio, kështu që shkoj aty, bëj palesë për veten, vi prap te gocat edhe pastaj jam me gocat gjatë gjithë kohës. Por dua të them që një 3 orë në ditë e shfrytëzoj për atë që unë dua, pra pasionin dhe punën time, që është puna te studio, dhe mundohem të zej të paktën një gjysmë ore apo 45 minuta për veten time. Që e kam kryesisht që duhet të bëj ose yoga ose ndonjë lloj lëvizje që mua më ndihmon. Je kujdesshme me fëmijët e pjesa ushqimit? Patjetër që po. Djalin për shembull në fillim, patjetër kur filloi duke ngrënë, të gjitha ja kemi bërë vetë, dhe në vazhdim kështu jemi, patjetër nuk është se mund të shmangim çdo lloj gjëje, sepse tani në këtë botë jetojmë. Por mundohemi që vetëm gatime shtëpie që ne bëjmë në shtëpi, edhe kur mund të hajmë drek apo ndonjë darkë jashtë, prap me aq sa mundet të jetë healthy, por mundohemi patjetër. Edhe tani me gocat sapo do fillojmë ushimin, kështu që kam një kështu si ti plan që të filloj me gjëra sa më të shëndetshme. Deri tani ke ushqyer me gjy, besoj. Jo gjithkohës, jemi 3 muaj me gjy, po, se në fakt nuk jepja do gjy pasi mora antibiotik se u sëmura nga pjesa e tonsils, nga fyti, 2 herë më zjati, po 2 muaj shkoj pak a shumë, miku gjiri dhe pastaj me formul. Por tani që janë 6 muaj me zi pres sepse mund filloj ushimin, edhe të shikojmë si do eksperimentojmë tani me gjëra të shëndetshme. A vinë gratë që sapo kanë lindur në studio? Po, kanë filluar dhe vinë. Janë sensibilizuar te pjesa që duan të bien direkt nga pesha, vinë për këtë arsye, apo vinë sepse duan vërtet të bëjnë jetën e shëndetshme? Çuditërisht klientët që un kam në prenatal dhe që pastaj bëjnë një pushim pas linjës dhe vinë prap, duan pjesën mendore. Pra duan thjesht të kenë atë qetësinë mendore apo të motivojnë një çik me veten e vet. Klientët që janë të ri, që vinë edhe thonë, unë dua të vi të dobësohem, të kem forma prap e tjerë, patjetër vinë, po mundohem t'ja uli çika të kërkesën, sepse fillimisht nuk është ajo. Fillimisht është mendja, dhe patjetër ajo vjen duke me disiplinë, duke fokusuar te ajo pjesa, domethënë, por nuk mund të vish mund të vish, por nuk është ideale të vish. Patjetër për të dobësuar. Po, unë do vi të dobësoj. Unë për shembull, po jam dobësuar shpejt, kam marrë veten shpejt, por kam punuar shumë veten time.
gjatë, para edhe pas, domethënë. Pra ka qenë më shumë për çlodhje mendore që më kanë arritur këto rezultate që unë kam. Nuk kam shkuar me atë qëllimin që duhet patjetër që të mësohen. Ai është një plus, është patjetër ana bukurisë, nuk dua të ta shmanga atë, është kryesor për ne femrat të ndjehemi mirë me trupin ton. Dhe sa ndoshta edhe kjo pjesa postpartum është dhe një që ka lidhur dhe me marrjen në peshë shumë, kilograme shtohen. Ti do të dukesh prapë mirë, nuk jam më njësoj. Mos të gënjejmë, domethënë patjetër që jemi comfortable me çdo peshë të mundshëm, por let's be real. Let's be real. Domethënë sado që njerëzit thonë being overweight is healthy, it's nice, nuk është. Nuk është edhe aq bukur. Të flas mbas do kem shumë hate pasaj komenti. Depresion mund të jetë fakti që ty në pasur nuk të pëlqen vetja. Më fal? Depresion mund të jetë dhe fakti që ti e shikon veten në pasur dhe nuk të pëlqen fare. Por e bukur është që ti mund ta ndryshosh të pjesën. Po këtu është ai motivimi që ti duhet të patjetër, çelësi suksesit për të arritur, për të dalë nga kjo fazë. Sa më shumë mbush mendjen që dukem shumë mirë kështu, sepse society tani pranon të gjithë, patjetër që pranon të gjithë, por çfarë mendon vërtet në vetvete? A je i shëndetshëm? Kështu që domethënë mendoj që ne jemi bërë çik rahat me këtë mentalitetin e kohës moderne. Jo, është vazhdimisht kohët moderne tamam thonë që të pranosh veten. Por të pranosh veten dakord, po nëse ti ke qenë në një peshë normale trupore dhe të arrish në disa kilogram, 20 plus, nuk është të pranosh veten. Mendoj sado që neve e themi kështu, duam sikur të justifikojmë veten, por në të vërtetë nuk është. Sepse nuk fillon vetëm tek peshja, fillon te disiplina. Disiplina, nuk është vetëm tek ajo kilogramët e marrë. Po, vjen nga disiplina, se ti je okay pa disiplinë, domethënë të harxhosh kohën kot, mos të bësh asgjë, se pastaj nëse ti nuk je mirë për veten tënde, nuk je mirë për fëmijët e tu, familjen tënde. Pikërisht, prandaj është bërë ky podcast. Për të qenë mirë me veten. Drejt fundit jemi, ne do të tregojmë disa ushtrime, siç e tham, në lidhje me postpartumin, disa ushtrime fare të thjeshta të cilat mund të bëhen në kushtet e shtëpisë, nuk të lëm pa të dhënë disa produkte nga Novo, që gocat e departamentit merren eksaktësisht më pyeten sa është mosha e fëmijës e gjitha, kështu që jam e sigurt që të gjitha do të bëjnë punë. Faleminderit shumë. Dhe ti je akoma më e sigurt që jam bimore dhe të certifikuara nga Amerika. Dhe pyetja e fundit në fakt që doja të bëja, sa të mungon ty Amerika? Më fal? Amerika të mungon sot? Më mungon. Po, unë prap kam një pjesë familjes andej, kështu që patjetër që më mungon dhe kam një pjesë, domethënë që pra kam maman andej, prindit vinë dhe ikin, por ajo prap Amerika është vendi im. Unë kam lindur, jam formuar aty, kam punën aty, kam çdo lloj gjë, pra kam pas punën aty dhe është një pjesë që mua më ka formuar deri në kësaj dite, kështu që unë shkoj shpesh patjetër, por it's my heart. Që tani ashtu në Shqipëri. Për momentin po se kam fëmijë. Sigurisht. Kjo është familjarime, por vendi patjetër që mungon, se kam një jetë të komplet aty. E ke ndërtuar aty. E kam ndërtuar aty, po. Alisa, faleminderit që pranove ftesën, erdhe me shumë kënaqësi, bashkë njihemi prej shumë kohësh tashmë. Të kam parë në kohën e shtatzanisë dhe tani që je në super formë dhe shpresoj që këshillat e tua ti kanë dëgjuar të gjitha gratë që janë në këtë fazë. Dhe na shkruani vazhdimisht për të gjitha pyetjet dhe ne do të mundohemi të kthejmë përgjigjet e duhura. Faleminderit që na ndiqni dhe rishihemi në episodin e radhës.